Janë 30.000 njerëz vesh të sytë e botës në Davos. Është the crowdiest house në Davos, shtëpia e Kosovës. Normalisht një pjesë e rëndësishme e kësaj shtëpie është edhe Margata. Firma Lika këtu në Zvicër është angazhuar në fushën e imobiliarit, është një kënaqësi shumë e madhe që kemi mundësu këtë. Nuk kam dashur të kthehem në Kosovë pa e vizituar shtëpinë e Kosovës. Kosova si vjet në Davos është për herë dytë, tu marr pjesë me shtëpinë e saj këtu në Davos, një mundësi e jashtëzakonshme për me prezantu potencialin ekonomik, po mbi të gjitha talentin e Republikës tonë. Synimi kryesor i këtij paviljoni së kësaj shtëpie është e para ta njohin identitetin kulturor, po mbi të gjitha ta njohin potencialin ekonomik që e ofron Republika jonë, mundësitë për me investu, incentivat cilat janë prezente në Kosovë për investor potencial, po edhe ndërlidhjen e bizneseve jashtë vendit me Republikën e Kosovës. Normalisht një pjesë e rëndësishme e kësaj shtëpie është edhe Margata, që është një urdhë ndërlidhëse mes Republikës tonë dhe vendeve pritëse. Në këtë rast në Davos, përposhtë që fuqizojmë lidhjen me shtetin helvetik, kemi edhe një mundësi të jashtëzakonshëm në mesin e 25 shtëpive të ndryshme që shtetet tjera kanë këtu në Davos, të shkëmbejmë me to edhe të ndërtojmë ura bashkëpunimi.